Ministria e Ekonomisë dhe Punës është duke punuar aktivisht për zbatimin e masave që synojnë uljen e ekonomisë dhe sigurimin e mbrojtjes sociale për punëtorët. Në këtë drejtim është hartuar edhe propozim ligji për angazhimin e personave në punë. Një nga qëllimet e këtij ligji është parandalimi i largimit të rinjve nga vendi, si dhe sigurimi një mekanizmi ligjor për kompanitë vendore që ta angazhojnë sa më shumë punonjës. Në këtë mënyrë, kompanitë do të kenë mundësi të zgjirojnë aktivitetet e tyre ekonomike. Po ashtu, përmes këtij ligji synohet forcimi i ekonomisë vendore, sepse duke krijuar një kornizë ligjore dhe duke u mundësuar punonjësve të ardhura legale, ata do të kontribuojnë drejt për drejt në buxhetin e shtetit me taksat mbi pagat, si dhe në mënyrë indirekte duke rritur konsumin personal dhe duke shtuar kështu të ardhurat shtetërore. Ky ligj mundson një procedurë të thjeshtësuar për angazhimin e personave në punë sezonale dhe të përkohshme në disa sektorë të caktuar, duke sjellë përfitime në disa fusha. Ky ligj synon të plotësojë nevojat për fuqi punëtore nga ana e punëdhënësve, duke lejuar angazhimin e personave me pension pleqërie, si dhe studentëve të rregullt, pa humbur përfitimet e tjera që gëzojnë, si për shembull përfituesit e ndihmës sociale dhe të mbrojtjes së fëmijëve. Personat e papunë të regjistruar të cilët kanë të drejtë për kompenzim financiar dhe nuk hiqen nga evidenca e të papunëve. Përfituesit e pensioneve të pleqërisë dhe familjeve, përfituesit e sigurimit social apo statutin e studentit të rregullt. Ky ligj ndihmon në luftimin e ekonomisë informale, duke formalizuar punën e padeklaruar apo ekonomisë gri. Ajo është pjesë e strategjisë së shtetit për stimulimin dhe mbështetjen e formalizimit të aktiviteteve ekonomike jo formale, duke krijuar një sistem të masave parandaluese dhe stimuluese. Në bazë të këtij vendimi, me mbështetje donatorësh do të krijohet një regjistër për evidentimin e angazhimit në punë, duke vendosur kështu një mekanizëm institucional për punësimin sezonal dhe të përkohshëm të personave në disa veprimtari të caktuara sipas një procedure të thjeshtësuar. Ligji përfshin këto tri fusha: bujqësi, pilltari dhe peshkimin, objektet e akomodimit dhe veprimtaritë e shërbimit ushqimor, veprimtarinë ekonomike familjare ku familja është punëdhënëse. Angazhimi në punë sipas procedurës të thjeshtëzuar do të realizohet përmes regjistrimit të personave në regjistrin për evidentimin e angazhimit në punë, që administrohet nga Agjencia për Punësim e Republikës Maqedonisë së Veriut, ndërsa pagesa e taksave dhe kontributeve do të realizohet përmes përmirësimit të sistemit të mbledhjes së taksave dhe kontributeve nga Drejtoria e të Ardhurave Publike.